Saktësisht 18 vjet nga shpallja e deklaratës së pavarësisë më 17 shkurt të vitit 2008 në orën 15:39 minuta. Lexuesi i deklaratës Hashim Thaçi, por edhe kadrive seri Recep Selimi e Jakub Krasniqi vazhdojnë të ndodhen në qendrën e paraburgimit prapa meje këtu në Scheveningen tash e 5 vjet. Megjithëse nuk ishte festë të zëshme këtu në Hagë, pikërisht në ditën e pavarësisë së Kosovës, këtu në qendrën e paraburgimit, pati edhe qytetarë nga Kosova, cilët erdhën për ta vizituar. Jem këtu që 5 vite para një vend që është i padrejtësive, që ka ndodhur padrejtësi e madhe, dhe kjo padrejtësi i vjen funi. Kështu që edhe nesër jemi në seancë, do të jetë dita e mërame fjalës përfundimtare, kështu që kjo padrejtësi inshallah i vjen funi dhe nuk ka më oksigjen që s'na ndodhi mos si popull, as si vend, as si çlirimtar. Pikërisht në gjykatën speciale, vend në cilin filloi gjykimi para 5 vjetësh, tash janë duke përgatitur që të fillohen edhe fjalët përfundimtare nga katërshja e UÇK-s, pikërisht gjatë ditës së mërkurë. Gjatë ditës së martë kemi parë edhe prokuror dhe gjykatës cilë kanë qenë të pranishëm brenda objektin, ndonse nuk kishte e paraparë ndonjë seancë që të mbahej, por që ishin duke përgatitur pikërisht për seancën e nesërme e që do të jetë një nga seancat më të rëndësishme që kur ka filluar ky proces gjyqësor. Prej kur ka filluar gjykimi, prej para 5 vjetësh, për çdo seancë e cila mbahet këtu në gjykatën speciale, katërshja e UÇK-s hyn brenda objektit përmes kësaj dere, e pas mbylljes së seancës, pas afro 8 orëve rëndom, të njëjtit nxirren me forca të shumta të sigurisë për të dërguar sërish në qendrën e paraburgimit në Scheveningen.